kujtim, nesër në orën 7, jo me 6, në orën 7 të Ksheshi Skënderbeut nis protesta. Profesor dhe kirurg Doktor Herman Pasha do imi edhe pak më lartë, se dua të shok gjithë, se më mbushet zëmra. A e dëgjon more zoti kryeministër që po dalin Filiza. A e dëgjon more zoti kryeministër që po qajnë edhe ata që janë tjetë. Se mbjeli aty u bërë rap. Bolla majtë, ik me të mira. Bolla do të rua. Tu u bëhe disa datit që ti nuk i konsideron. Nuk i konsideron këtë, po kjo duhet të thonë ata që ke mbrapa se është një masë kritike. Edhe ajo masa kritike është rebelimi ndaj teje. Po ka tje me vajzat, nuk ka do si do, nuk ka sufaqet e tua. Tu ka njerëz që u ndrysin syri, kanë të rinje të reja që kanë syrin pushk e gjakun barut. Të tilla lloj situatash përsëriten rrallë jetën tonë. E ne duhet të bëhemi pjesë e kësaj. Përse duhet të bëhemi pjesë? Po sepse mos ngel pengu. E kot kërkon që të fusush përçarje midis tyre. Të gjithë ne këtu jemi një për kastriot, të Gjergj Gjarianitit dhe të Rapo e Kali, që kanë shitur shpirtin dhe kanë vdekur për atë. Ma i mën të mirë këtë llafe. Ti më kot mundohesh akoma. Bën mirë të ikësh dhe ta lësh këtë punë. Ka gjaktëri edhe ata që ke mrapa i ke bezdisur. Nuk të mbushet mendja se të shndrohur karrikja shumë. Po vëri kishin kokës. Se të tilla gjëra ti i ke parë vetë dhe i ke njerë vetë se si thejnë edhe si përmysin. Shqiptarët nuk përdosin. Ne nuk shiken. Ne jemi të gjithë bashkë. Të erdhi fundi e Tirana. U erdhi fundi politikës vjetër. Lirohet i këtë vënd dhe lia një rinis. Rinia ka lune në parë. Ajo do të qe për para këtë vënd. Nuk duan ma. Nuk duan ma. Nuk duan ma. Dikush nga ju pyeti si të quhet. Më quajnë djalin e Shqipërisë. Pa dallim nga veriu në jug, pa dallim nga partitë politike, me të njëjtin gjak që keni edhe ju në venat tuaja. Ne këtu na bën bashkë një mision, dhe ne nuk do shkulemi nga ky shesh, pa i plotësuar të gjitha dhënat tona. Kërkesat tona janë të shenjta. Ato janë kërkesat familjeve, janë kërkesat atyre familjeve dhe atyre prindërve që ti ke përdosur. Po sa do ata në strehen e tyre fëmijët i kanë ruajtur. E këta fëmijë të këtyre që ti ke përdosur bashkë me politikën tënde të plakur janë këtu sot. Dhe ki më mirë se këta frikë nuk ka. Por ajo që është më e rëndësishmja është mendja e tyre është e ndritur dhe thellësia e tyre është e kristal. Poshtë e Tirana. Ju erdhi fundi. Ju erdhi fundi. Ju erdhi fundi. Le të bëhemi të gjithë bashkë. Le të mos kemi ndasi. Ne kemi një mision. E misioni është sigurimi të ardhmes tonë. Kjo ardhme nuk vjen pa mund, nuk vjen pa sakrifica. Forca të gjithëve. Forca, forca, forca. Shqipëria e shqiptarëve, dhe e gjetratarëve. Dhe e gjetratarëve. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve. Edhe tani, avokatin dhe aktivistin Florian Arapi. Mirëmbrëma shqiptarët e mi. Mirëmbrëma vajza dhe tjetë të mrekullueshëm. Ju
shqiptarët ta duan më shumë vendin e tyre. Ju keni ngjallur shpresën, ju keni ngjallur besimin, ju keni bërë të besojmë se Shqipëria s'ka vetëm oportunist servil partish që më bënë në presion. Është patronazhiste. Ju keni bërë të besojmë se shumica e shqiptarëve janë qytetarë të mirë. Letrima, Zoti ju përdoft ju. Vëllezër dhe motra, kjo protest e mrekullueshme e nisur me moton Shqipëria nuk shitet. Ka dhënë prytje të jashtëzakonshme për popullin tonë. Ju po ktheni atë që më së shumë ti kishte humbur. Ju po ktheni besimin. Shqiptarët dëshmuan se e duan vendin e tyre. E duan atë për fëmijët e tyre. E duan atë për fëmijët e tyre. Dhe për shqiptarët pres pas presin. Shqiptarët dëshmuan se atë unë nuk do të shesin kur. Tashme e gjithë bota po dëshmon se shqiptarët janë ngritur për mos ta shetur Shqipërinë. Shqipëri! Shqipëri! Kjo protest ka arritur t'i fusë tmerrin politikës së karpur të vjetër. Ka arritur t'i fusë tmerrin dyshes Hajdut e Rama Berisha. Rama Burt, Berisha Burt. Ka arritur t'i fusë tmerrin dyshes që sihen për karrigen, por duhen dhe rrekullohen fort mirë për pasaret dhe për vjedhjen në kulisë shqiptarëve. Kjo protest ka arritur të ngritë nga themelet oligarkinë mafiose.